edhe një forum të gjerë ekonomik, ku ekspert që kanë eksperjenca të jashtëzakonshme në Shqipëri mund të ofrojnë. Ka momente kur ne mos kemi qëllim parëshor arritjen e GDP-s, por ne duhet kemi për qëllim parëshor mbajtjen edhe funksionimin e ekonomisë. Në qoftë se ti do ta mbysësh tregtarin shqiptar, sepse është e vërtetë me fjalë që meqenëse çmimi i naftës është rritur, ai akciz do të paguajë më shumë, por kjo nuk është e ardhur reale. Sepse gjithë kjo ardhur do të vilet nga taksat tona, kur ne të shkojmë të furnizojmë makinën te karburanti, aty çfarë biznesi e paguan si akciz në dogan, do na e marrë neve keshitje me pakicë. Ndaj unë po themi fjalë që ju takon të ndërhyjnë në mënyrë urgjente. Dhe të shikojmë fjalë që mos ta kenë qëllim dhe fiksimin parëshor rritjen e ekonomisë me 3.8 apo me 4.8 dhe këto janë mashtrime. Sepse në qoftë se ne me fjalë nuk bëjmë një ristudim total të ekonomisë me prioritetet dhe mundësitë tona, ne kemi vështirë. Në qoftë se nuk rritet eksportet shqiptare, nuk do të ketë rritje të GDP-s. Nuk rritet GDP-ja duke u pastruar paraja, sepse nesër ky lloj mekanizmi do të kthehet në një bumerang. Dhe ne të shikojmë diçka çfarë ka ndodhur në Kosovë. Kosova në drejtim është shumë lart nesh, para nesh. I ka dhënë një prioritet të jashtëzakonshëm prodhimit dhe industrisë së lehtë. Dhe Kosova është kthyer një eksportues në raport me vitet që ka si shtet i pambarur, jashtëzakonisht i fuqishëm po flas gjithmonë me resurset që ka Kosova, kurse Shqipërinë ka beku Zoti. Dhe na kanë mallkuar këto horrë që janë sot në pushtet. Ndaj unë themi fjalë që qytetarët duhet ngrihen ta marrin zvarr këtë model politike, i cili mi fjalë për hir të vërtetës, jo që nuk është kthyer jo në pengesë, po është kthyer në një mjet dhune për të larguar qytetarët dhe shqiptarët nga Shqipëria, për të larguar nga të parë tonë, për të larguar nga shtëpia. Do të vinë një kohë mi fjalë që në Shqipëri do të ngeli një moshë 60 e sipër. Kjo është një fatkesi. Kjo është një fatkesi njerëzore e organizuar nga dora kriminale e këtyre që sot drejtojnë Shqipërinë. Atëherë, Zustava, për të mbyllur, ne përmendëm shumë probleme pra të vendit tonë dhe pyetja që shtrohet tashmë është edhe mbas deklaratave politike të kryeministrit shqiptar Edi Rama pra sa i përket integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. A është tashmë gati Shqipëria mbas gjithë këtyre problematikave që përmendën të integrohet në Bashkimin Evropian dhe nga ana tjetër sa i përket këtyre çështjeve, çfarë do të kishte bërë ndryshe Partia Demokratike? Atëherë, që marrim me radhë. A është gati Shqipëria për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian? Unë i përkas prezit të studentëve dhe dhjetorët 90. E kemi patur ëndër dhe qëllim parësor që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Vend antar i NATO-s dhe Shqipëria dhe Kosova janë një. Shqipëria don çdo në Rama i përket Europës. Jemi pjesë e zemrës e Europës. Jemi histori e zhvillimit të Europës. Kemi një emër të jashtëzakonshëm, të parë tonë kanë qenë fjalë, unë themi fjalë që kanë qenë, i ka mësuar Europën se si luftohet, siç ka mësuar italianët Europën se si ndërtohet. Dhe Shqipëria nuk ka destinacion tjetër, pavarësisht se Zoti Rama, jo pak herë kur don t'i tërheqë vëmendjen Europës, sepse politikanët evropianë e kanë kuptuar modelin e shtirur të Ramas, dhe i për t'i tërhequr vëmendjen në disa samite, takime, thot ka një shprehje, nuk është rruga e vetme Europa. Nuk është rrugën e shqiptarëve se nuk e përcakton Edi Rama, as Sali Berisha, as Osman Stafa. Rrugën e shqiptarëve ka përcaktuar fati ku ne kemi lindur, e ka përcaktuar një pjesë e Europës. Është jashtë çdo lloj logjike, është e panegociueshëm ky lloj opsioni, që rruga jonë ka vetëm një drejtim, në Europë. Ne kemi një aleancë strategjike me Amerikën. Jemi vend antar të NATO, sepse ne e dimi fjalë që shërbimin e jashtëzakonshëm që Amerika ka mbi 100 vjet që i ka bërë kombit shqiptar. Mirënjohja është një nga cilësitë më të vyra të individit, por edhe të një shoqërie. Pavarësisht se ne brenda vetes kemi harruar dhe e kemi humbur dhe sensin e mirënjohjes si shoqëri. Unë në disa bashkëbisedime me miqtë e mi apo dhe me gazetar, ne po kthehemi pak nga pak si puna ti pacientit që ka probleme me të mballën. Ku shkojmë ke dentisti,
gjërën e parë, pasi ai shikoi që Dëmballa është dëmtuar, ai na heq nervin, apo vdes nervi. Unë kam frikë se kësaj shoqërie po i vdes nervi dhe kjo është shumë e frikshme. Kjo më dhemb jashtëzakonisht shumë. Ne kemi një mision, pra shoqëria ka një mision. Të edukoj klasën politike, kush do t'i shërbej qytetarëve për misionin dhe përgjegjësinë që ka marrë përsipër në të vazhdojë, kush në të kundërt hap krahun. Në Shqipëri ka njerëz të jashtëzakonshëm. Shqiptarët kanë shkëlqyer në gjithë botën. Dhe i rikthehemi pastaj problematikët e Partisë Demokratike. Unë pak më parë citova kush janë problematikat e Partisë Demokratike. Unë gjej rastin nëpërmjet medias tuaj të transmetojnë në mënyrë të drejtë për drejtë. Opozita ka nevojë të ridimensionojë marrëdhëniet e saj me qytetarët. Tek qytetarët opozita ka ardhur momenti të ballafaqohet nëpërmjet një programi përballë kësaj krize. Një program emergjence, se si mund ta shpëtojmë këtë lloj situate ekonomike politike. Këtu nuk bëhet më fjalë për kapjen dhe rënien e demokracisë. Këtu bëhet fjalë për diçka përtej kësaj. Sepse sot për hir të vërtetës, duke patur një praktikë të tillë të qytetarëve shqiptarë ndaj Shqipërisë, këtu po shitet pra Shqipëria është një ngjarje më e rëndë. Dhe nëpërmjet kësaj duke shpëtuar Shqipërinë, ne do të duke shpëtuar Shqipërinë dhe kombin shqiptar, ne kemi mundësi të shpëtojmë edhe një solucionet, kemi mundësi të shpëtojmë edhe Partinë Demokratike, kemi mundësi të shpëtojmë edhe pluralizmin dhe demokracinë. Në këtë pikë ka ardhur për hir të vërtetës shoqëria shqiptare. Sepse shiko çfarë ka ndodhur. Në 2013 në Shqipëri pothuajse ka patur afërsisht rreth 90 deri në 100.000 të punësuar në institucione shtetërore. Sot kjo shifër është 2.6 herë më e madhe. Do thotë që është mbi 200.000. Qartë. Ne dim mirë mekanizmin se si ushtron trosnjë dhe presion ai tek nënpunësit për të manipuluar opinionin dhe kur vjen momenti i zgjedhjeve ku çdo patronazhist apo nënpunës i shtetit është i detyruar të dorëzojë nga 4 karta identiteti për t'i marrë në patronazh për votën. Por kjo çfarë ka sjellë? Kjo ka sjellë që pra një ditë bukur, sepse atë ditë edhe krimi bëhet njësh me pushtetin dhe pasojët 4 vjet të shqiptarëve janë të tilla që kemi ardhur në atë lloj pike që njerëzit kanë frikë të reagojnë, kur në momentet të caktuar frika është më e fortë, ka trusni më të fuqishme se sa kuraja. Kjo është një problem i jashtëzakonshëm, qoftë për individin, qoftë për shoqërinë. Dhe kjo shoqëri duhet të zgjohet, duhet të reagojë. Të mos pyes as për Ramën dhe as për Saliun. Shqipëria është e shqiptarëve, nuk ka pronar Shqipëria. Shqipërinë na ka dhuruar Zoti dhe i përket vetëm qytetarëve shqiptarë. Ky është mision. Misioni ynë. Dhe unë kam dëshirë të i shërbej këtij misioni, sepse Shqipëria është dashuria ime. Kam dashuri për Zotin, për familjen time dhe për kombin tim. Këto 3 gjërat janë gjërat më të shenjta për një individ, mendoj unë. Ky është mendimi si qytetar dhe si Osman. E qartë. Mirë, zoti Stafa, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Duke mbyllur, e ndjej si detyrim Patjetër. Moral qytetar dhe politik, që t'i them çdo qytetar shqiptar. Data 17 nuk është për Sali Berishën, as për Partinë Demokratike. Është për çdo qytetar dhe për çdo shqiptar. Sa më shumë pjesëmarrje, sa më shumë pjesëmarrje, sa më shumë pjesëmarrje. Sa më shumë qëndrueshmëri, sa më shumë qëndrueshmëri dhe përballje. Përballë këtij realiteti ku Shqipëria sot është në dorë të krimit. Unë ju falenderoj dhe ju jam mirënjohës për mundësinë që më jepni me komunikuar me ju dhe me teleshikuesit tuaj. Faleminderit. Faleminderit shumë, ishte tepër kënaqësi. Ju falenderoj. Faleminderit. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi për ditën e sotme ku ndalëm tek problematikat dhe zhvillimet e fundit politike në vendin tonë. Mbyllim këtu për ditën e sotme, vazhdo të shihemi sërish nesër deri atëherë, mirupafshim.